Dhe ti që ndam dhe të fundit kafshat. O jeta ime ti që do ndaj unë kafshatin me ty sot. E di, kam gjetë një super ambient, po ma besoj që këtë herë është ndryshe. E di si quhet? Ha? Agroturizëm ndryshe. Qa, e një? Po është vendi i preferuar ishit ti dhe vendi im. Aty shkonim për herë bashkë. Po mirë, po ashtu hikemi në event tjetër. Po jo më jo se e kam mbyllur të kapitullu, shkojmë atje se më pëlqejnë shumë gatimet tradicionale bio që kanë ata. Sa bukur është. Ua, e shefa të tavolinën aty? Po, e shoh. Aty ulesha gjithmonë me ishin o zot sa kujtima, i mishi ngrohtë o zot. Po mund të ulemi edhe aty për deshe, po në fakt ka shumë vere të bukur tjera ku mund të ulemi, po ulemi Atje. Atje, Mirë, po, është bukur, rehat ngrohtë. Ambienti këtu është fantastik. Ne këtu kishim menduar që të bënim dhe fejesa me ishin. Ditëlindjet i bënim këtu çdo gjë perfekte. Shumë i bukur, po te ka gatu dhe ishi këto, mos i gatu nga ishi. Kena i kujtim tjetër me na thonë nga ishi të lumë. Ishte të sharë. Po normal me perfekt ishi. Përshëndetje si jeni, si po e duket ushqimi? Ua, Greta! Ua, ishi! Po zot, po ti këtu mi. Vlla, si e? Si ka lënë mirë, po duket? I dashuri, ishi apo jo, i mrekullueshëm. Shiko, me që jemi gjithë të lumtur këtu dhe ushqimi fantastik, ja u solla dhe eksim këtu, hani, pini, këndoni dhe bëni qef. Faleminderit shumë. Hajde, gjithë to. Jemi mrekullueshëm. Po pa keq kupton vlla. Ciao vllai.